Nuk mendoj që Nureddin Domani po përdoret nga kulisa për të përmendur emra edhe për të goditur poshtë brezit apo sipër brezit. Unë mendoj që prokurorët janë duke punuar me Nureddin Domanin dhe me persona të tjerë të pandehur në këtë proces për të marrë sa më shumë informacione në lidhje me personazhet për cilat ata nuk kanë patur provat mjaftueshme, pra si një indicie për të shkuar provës deri në fund, dhe pavarësisht faktit që në 6 seanca Nureddin Domani nuk ka përmendur emra VIP, Nureddin Domani ka treguar emra të papar përpara prokurorëve, duke filluar nga drejtues të lartë policie në lidhje me vrasje dhe me krime, deri tek politikan, te deputet, te zyrtar, te kryetar bashkisë. Cilët politikan? Politikanët tanë, ku vendit? Po. Janë bërë publike emrat? Jo, nuk janë bërë publike emrat, po janë në dëshminë që Nureddin Domani ka dhënë për llogaritë e këtij hetimi. Pra SPAK-u është duke verifikuar emrat në këtë rast. Po sigurisht, ndaj dhe SPAK-u i ka aty zhej. Por problemi është që duhet të shkojë tek ata kur të ketë provat e mjaftueshme, sepse një dëshmi e Nureddinit burimet si neve nuk ti kërkojnë dot se cilat janë. Problemi është pse këto zakonisht rrjedhin këto emra, pse nuk dalin këto? Pse nuk dalin? Që nuk dalin? Dalin. Okej. Ti zakonisht ti të ndohesh e ta thuash të Jo, nuk të ndohem ta them, po kam përshtypjen që ka edhe gazetarë që i përdorin për shantazhe emrat.